Loja e Rogertit në Big Brother, flet për herë të parë gruaja e tij. Bashkëshortja e Rogertit ka reaguar për herë të parë publikisht lidhur me eksperiencën e tij brenda shtëpisë së Big Brother VIP, duke folur në një intervistë televizive. Ajo ka ndarë hapur ndjesitë dhe vështirësitë me të cilat është përballur jashtë shtëpisë, veçanërisht për shkak të komenteve të ashpra në rrjetet sociale. Sipas saj, komentet e tipit "kush është ajo grua që e duron" kanë pasur një ndikim të fortë emocional. Ajo thekson se, ndërsa Rogerti ndodhet në një lojë televizive, njerëzit jashtë shpesh nuk kursejnë as pak në gjykime dhe fjalë të rënda, pa marrë parasysh se pas ekranit ka familje dhe ndjenja reale. Komentet e tipit "kush është ajo grua që e duron" më kanë ndikuar shumë. Rogerti është në një lojë, është në Big Brother, ndërkohë që njerëzit jashtë nuk po kursejnë as pak në komentet e tyre. Ndonjëherë më vjen mirë që Rogerti ka zgjedhur të jetë ky modeli në Big Brother.